Një ditë më parë, Partia Socialiste vendosi të ndërmarrë një nismë për të luftuar nepotizmin brenda saj. Projekti u prezantua përpara grupit parlamentar në prezencën e Edi Ramës dhe detajet i dha kreu i grupit Auland Balla. Ai deklaroi se anëtarët e familjes së deputetëve të Partisë Socialiste nuk duhet të kenë angazhime në administratën publike, duke shtuar se kushdo që ndodhet në këtë situatë duhet të shkëputet nga ky pozicion. Po marr shembullin, unë jam një deputet i zgjedhur i Partisë Socialiste, duhet jetë shumë e qartë për të gjithë ata që janë rreth i familjarit im, që nuk kanë punë me administratën publike. Fatmirësisht nuk e kam këtë hall, por kushdo që e ka këtë hall duhet të shkëputet prej tij, u shpreh Auland Balla. Komisioni i etikës brenda Partisë Socialiste do të drejtohet nga Lindita Nikolla dhe antar janë Kiduina Zaka, Erion Malaj, Mariana Koçeku dhe Ermale Lezi. Po kush janë deputetët apo ministrat që kanë njerëz në administrat? Pamfleti duke u bazuar te deklarimet në ILDKPI për vitin 2024 kanë nxjerrë një listë me deputetë PS-s, por edhe të opozitës, të cilët kanë gratë, burrat apo fëmijët në administrat. Në vitin aktual, disa edhe mund të kenë ndryshuar vendet e punës, por fakti është që shumë figura i kanë familjarët në administrat. Punësimet nga mazhoranca: Albana Koçiu, bashkëshorti te Drejtoria e Përgjithshme e Doganave; Arbian Mazniku, bashkëshortja e punësuar te Këshilli i Ministrave; Antoneta Dhima, bashkëshorti i punësuar tek Alpetrol, djalit e Banka e Shqipërisë; Evis Kushi, bashkëshorti tek OST; Ceno Klosi, bashkëshortja te Instituti i Sigurimeve Shoqërore; Etilda Gjonaj, bashkëshorti te Drejtoria e Tatimeve; Ulsi Manja, bashkëshortja te Banka e Shqipërisë; Elisa Spiropali, bashkëshorti te Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor; Lindita Nikolla, vajza te Banka e Shqipërisë; Tërmet Peçi, bashkëshortja te Zyra Vendore e Arsimit pra Universitar te Pelen me Maliaj; Opozita: Fatmir Mediu, bashkëshortja te Ministria e Turizmit; Agron Gjekmarkaj, bashkëshortja te Banka e Shqipërisë; Bart Spahia, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave; Bledion Albati, bashkëshortja te Avokati i Popullit; Tomo Ralizoti, bashkëshortja te Drejtoria Arsimore e Tiranë.